Përshëndetje miqtemi, jemi në një pikë më të lartë ku ndahet rajoni i Gollakut dhe rajoni i Karadakut. Rajoni i Gollakut përfshin pjesën e malësisë së Gollakut që është me rajonin e Prishtinës, ndërsa këtej kemi pra rajonin e Karadakut, e cila pa përfshin komunën e Dardanës apo Kamenicës dhe rajonin e Gjilanit e kështu pra me radhë. Prej kësaj pike miqtemi mund të shohim pra edhe rajone tjera, si që është pra rajoni në kufim me Maqedonin apo majën e Lubitenit. Pra është një pikë mjaft strategjike e këtyre bjeshkëve dhe kësaj natyre në këtë pranverë. Pra, thuaj se e gjithë kjo hapësirë është e boshatisur. Atu këtu pra shihet një gjallëri në këtë pranverë me disa shtëpi, rishtas të ndërtuara, me disa sera e kështu pra me radhë. Pra këtu shohim pra fshatin Hajkobil, Dabishevc, Prapashtic, Glogovic, e kështu pra me radhë. Dikur ka pas banor, po thuaj se çdo fshat ka pas mbi 50 shtëpi e më tepër, mirë po me kalimin e kohës pra janë boshatisur duke u shprengullur në Prishtinë, Dardan, Gjilan e kështu pra me radhë. Kryesisht popullsia e këtyre fshatrave pra mirët me bujqësi dhe blegtori. Natyra është shumë e pasur me shëmbim dhe pemë të shëndetshme. Pra metet prap të bëhet më shumë nga komunat përkatëse Prishtinë, Gjilan dhe Dardan apo Kamenic për të dhënë subvencione më tepër për këto dy kultura, si që thamë më herët, bujqësi dhe blegtori. Ju lë me disa pamje miqtemi mjaft të bukura të këtyre rajoneve.